Dosja hetimore e ngjarjes së fundit të tetorit në Bilisht ka zbuluar detaje të reja rreth rrëmbimit dhe dhunimit të Ilir Topçiut, i cili sipas prokurorisë është marrë me forcë dhe është keq trajtuar nga Altin Nallbati, i njohur si Duqja, vëllai i deputetit të PD-s Bledion Nallbati, së bashku me Marsel Buçin dhe Trajan Çelikun. Më 4 nëntor, gjykata e Korçës vendosi masën arrest me burg për 40 ditë për 3 të dyshuarit, të cilët akuzohen për heqje të paligjshme të lirisë, plagosje të lehtë dhe kanosje në bashkëpunim. Aktualisht ata mbahen në paraburgimin e Drenovës. Ndërkohë, familjarët dhe avokatët e të arrestuarve kanë nisur përpjekje për pajtim me Topçiun, duke kërkuar tërheqjen e kallëzimit. Dyshohet se konfliktet nisën pasi grupi akuzonte Topçiun se kishte dhënë informacione tek policia për një rast në të cilin ishte ndaluar ylli xhaxhka. Sipas Topçiut, ai u mashtrua nga Trajan Çeliku, i cili e mori nga shtëpia me pretendimin për ta çuar në ballafaqim me shefin e krimeve, por në vend të kësaj e dërgoi në një prokuroria, po vlerëson rolin dhe përgjegjësinë e secilit prej të dyshuarve në këtë episod të rënd që ka trunditur zonën e Devollit.